pak njerëz këtu. Dhe ky libër më zgjoi disa emocione vërtet adoleshenti. Po është mirë të ndjesh her pas here adoleshent. Shumë mirë. Edhe gjithë librin, nëse doni të dini edhe diçka për strukturën e librit, libri është me përjashtim të 120, ndoshta 20. Do s'do i heq këto 20 poezi? Jo, nuk janë këto, kësaj radhe këto 20 nuk i fut si të këqija. Po i fut që kanë një strukturë tjetër. Kanë një strukturë tjetër, bile me botusën biseduam në mund ta bëjmë me pjesë, kështu si gjithë. Po këto ishin kaq pak sa nuk mund të ndaheshin. Prandaj më mirë të trazoheshin, kështu që i gjithë libri, e gjithë poezia ime është një poezi erotike në përgjithësi, është një poezi për dashurinë, por pa dashuria tashmë jo kështu me hënën e me jo romantike, është pak si thua e hapur, e çiltër, e drejt për së drejt, një dashuri që siç zhvillohet në të vërtetë në jetën njerëzore dhe shpesh ajo është shumë e dhimbshme se sa e bukur, domethënë kuptimin asaj që duket. Bukuria është brenda kësaj thëmshurie dhe të gjitha poezitë tash, pra 120 janë poezi dashurie. Pse pikërisht për dashurinë? Shiko, unë dhe në prozë, në fakt romanet e mia janë romane dashurie. E që nga një vokacion atë? Po, është një vokacion. Unë mendoj se dashuria është esenca e letërsisë. Jo vetëm e letërsisë, edhe pikturës, edhe muzikës. Duke filluar që nga operat e vjetra deri tek, pse jo, mund të vemi dhe tek Homeri Lasht, po të mos ishte Elena e Trojës, nuk do të kishte atë vokacion, por të vjen çudi një gjë që edhe pas 3000 vjetësh, për shembull, dashuria ka të njëjtën formë, rrëmbime, hakmarrje, mënyra për ta dhe lufta pastaj për të. Tani nuk është kështu, kuptohet, por si është sipas mendimit tuaj? Dashuria? Apo dashuria sipas mendimit tim është gjë më e bukur, por duhet të jetë dhe gjë më e lirë. Unë e kam thënë aty disa herë që nuk duhet të jetë më dashuria një fjalë e dhënë dhe e pa tretur, si thua. Dashuria është një ndjesi njerëzore nga më të bukurat dhe ajo mbahet aq sa nuk konsumohet. Në momentin që konsumohet, edhe dashuria i humb vlerat, si çdo gjë tjetër në fundit. Krijon familje pastaj shoqërisht tepër të rrezikshme dhe pasojat bien mbi. Megjithatë bëhet gjithmonë fjalë për dashuri njerëzore në librin tuaj, apo edhe dashuri për natyrën, për nuk di, dashuria është e shumë dimensioneve, nuk mund të jetë vetëm për njeriu, për tjetrin. Në radh parë. Por vetë dashuria njerëzore është pjesë e mjedisit ku jetojnë këta njerëz. Bile mund të jetë pjesë e zhvillimeve ekonomike në një vend, edhe natyrës, patjetër, sepse njeriu nuk është indiferent. Dashuria dhe njeriu është derivati i natyrës në fund të fundit. Sepse që andej ka ardhur me ato rrugët e veta të evolucionit dhe ka trashëguar shumë. Freudi për shembull përmend duke shpjeguar ëndrat që u ka ndodhur ndonjëherë thotë të fluturoni në ëndër? Shpesh. Po, shpesh. Ai thotë është një ndjesi e reptilëve të dikushëm nga njeriu ka ardhur. Shiko çfarë lidhje genetike ka e gjithë natyra e krijuar në botë me vetë qënjen. Këto janë elementë të cilët asnjë poet, asnjë shkrimtar nuk mund t'i lërë dot më njarë. Megjithatë, 120 poezi janë ngushtësisht vetëm për dashurinë? Jo. Apo dhe për ndjenjat të tjera? Unë thash që për shembull aty ka një poezi me titullin Shqipëria. Mi po dhe në konceptin tim të këtyre lloj poezive, unë Shqipërinë e shikoj jo thjesht si një tempull të artë, të parin në botë, më të zhvilluarin, e të tjera, po unë e shikoj Shqipërinë si një histori, me një histori të saj,
shumë të ndërlikuar, shumë herë të vrajshë dhe të herë të bukur, dhe ashtu është dhe jeta njerëzore, si jeta e Shqipërisë. Sepse ne në fund të fundit i përkasim këtij vendi, i ngjajmë babait apo nënës tonë, ata nga natyra e gjyshit dhe gjyshrave tanë, dhe këtë genetik, këtë trashëgimi e sjellin deri në dashuri. Titullin e librit e përzgjodhët ju, apo në bashkëpunim me votuesit? Jo. Se pikërisht këtë poezi, takohemi pas shiut? Sepse, jo se ishte më e mira e dhullimit, ka të tjera atje, por ishte shumë tingëllus dhe shumë joshës. Pra ju tingëlloj intriguesi titull për një libër me poezi? Sepse vjesh para një dileme të keshin 120 titull, tani dhe qëfar duhet e dyta, ishte pak me 3 fjalë, se tu është unë shumë poezi, tu i kam vetëm me 1 fjalë. Kështë me 3 fjalë, takohemi pas shiut. Pas shiut zakonisht del dielli, jo? Ja, kur mbaron dhe të timat, kur gjethet e kalbura të mohimit e të tjera cilat janë shkruar atë. I mban mend poezit? Ja. Është e pamundur. Është krejt e pamundur. Është krejt. Nuk mund t'i mbash mend, sepse s'pari njerë që thash nuk kanë atë strukturën e 8 rokshit, a 12 rokshit, me vargje, me rima, me kështu. Është një lexim i lirë. Ato i jepni një lloj muzikaliteti poezisë, për shembull, dhe është mund t'i mbajmë mend. Kurse këto janë me vargje shumë të gjera, të lira, të shtrira. Që edhe mund të lexohen në mënyra të ndryshme sipas këndvështrimeve të ndryshme apo përjetimeve të ndryshme, apo jo? Kushdo mund t'i kuptoj ndryshe. T'ju them një shembull, për shembull, që disa nga këto poezi unë i pata publikuar në Facebook. Dhe prisja ato komentet e njerëzve. Dhe ishte e krejtë natyrshme që njëri të fliste krejtë ndryshe për të njëjtën poezi nga tjetri. Ai e kupton të kështu. Kjo në fundit është një... Unë nuk mund të ndërhyj e lë poezinë time të lirë, të gjykohet ashtu siç... Më kam përshtypjen një poezi që mund të interpretohet në mënyra të ndryshme, që mund t'jap ndjesi apo përshtypje të ndryshme, kam përshtypjen ja ka arritur qëllimin. Po ashtu mendoj dhe unë, por thelbi i poezisë nuk mund të degeneroj, ose të denigroj, po flasin të gjë tjetër, sepse atëre autori vetë është pak i mjerë. Ju vetë sa poezi lexoni? Si lexues? Si lexues, unë lexoj shumë poezi. Unë më thash edhe për një shkak tjetër, që mua më duhesh poezia jo thjesht për të rikrijuar, po për të freskuar frazën time të prozës. Dhe natyrisht më pëlqejnë shumë të gjitha llojet e autorëve, që nga klasikët e deri të sotmit. Poezia shqipe ka gjithashtu disa autorë shumë të mirë tani së fundi. Unë nuk futem në asnjë radhë këtu tani, ky është një eksperiment siç thash. Vetë ata, mitë e mi, dhe ta gjykojnë se si do. Pra, gjithsesi, ky libër ka ardhur si eksperiment i juaj, po jo domosdoshmërisht për t'u lexuar, të paktën në konceptin tuaj nga një publik i gjerë. Shikoni, ai ka ardhur nga një eksperiment i imi, po unë derisa këtë eksperiment nuk e mbajta në sirtarin tim, po guxova ta botoja, kjo tregon se dua ta ndaj dhe me lexuesin e gjerë. Kështu që unë tani guxova, nxora në shesh të Mejdanit dhe pres të më thonë njerëzit që çfarë ka dhe çfarë ka të mirë, çfarë ka të keqe ky libër. Ndërkohë unë vrej që në të gjithë botimet tuaja ka edhe drama, po që i përkasin një periudhe para viteve 90. Pse tashmë jeni dhënë pas prozës, pas romanit, keni lënë pas dore dramën? Për më tepër që është një fush shumë e vakët, shumë... Së pari që drama shqipe, dramaturgjia shqipe, ju e shikoni vetë që tita teatrot janë mbushur me drama të huaja për 2 shkaqe. Shkaku i parë është grishja e spektatorit, shkaku i dytë mendoj unë nuk paguhet autori, shkaku i tretë gjenden drama me 2-3 autorë, 2-3 personazhe, që në mënyrë që ata kaq paga ka e të tjera.
ka një sër faktorësh, por unë mendoj se edhe dramaturgjisë shqiptare, sidomos dramaturgjisë sotme, i duhet të një vend. Unë jam mik me drejtorin e teatrit kombëtar, ka luajtur disa drama të mia ai, Kristaqi, dhe disa herë më ka thënë që sill në një gjë, po është projekti, jo po unë s'kam guxuar në fakt ta bëj. Po gjithsesi nuk keni një projekt në të shkruar, një dramë, të paktën të këtyre viteve. Jo, kam, sepse disa krijimet të mia mund të bëhen drama shumë të mira. Mund të dramatizohen. Vetë në prozën time ka një dramatizitet të brendshëm, e cila mund të... Megjithatë, tashmë është momenti që publiku dhe lexuesi i gjerë të shijojë poezitë tuaja nëpërmjet këtij libri të parë, të shpresoj mos të jetë i fundit, edhe pse për momentin mund të jetë i fundit. Titullohet Takohemi pas shihut nga Mia Llaq Qilleri. Unë ju falenderoj që ishit në studio dhe që kemi folur së bashku për këtë libër. Unë ju falenderoj, ju jam mirënjohës që u takuam pas shihut pikërisht në studion tuaj. Faleminderit edhe një herë për prezencën. Mirë, ne do të ndjekim në këtë moment rubrikën Showbiz, do të shohim cilat janë të rehat më të fundit nga bota e personazheve publik.